Situata mes Teklit dhe Gjestit në shtëpinë e Big Brother VIP Albania ka shkaktuar shumë reagime, veçanërisht pas transmetimit të pamjeve që Egli kishte kërkuar që të mos shfaqeshin. Gjesti, i cili u kritikua për sjelljen e tij, i befasoi të gjithë kur u ngrit nga vendi dhe u largua nga living room, gjatë diskutimit në Prime. Ky veprim e vuri në siklet Ledion Liçon dhe opinionistët, duke bërë që transmetimi të ndërpritej menjëherë për publicitet. Por ajo që i shqetësoi më tepër ishte fakti se Gjesti, përveç se nuk pranoi të fliste rreth kësaj teme, e foli ashpër Ledionit duke e kërcënuar, mos më shty të flas, se mund të nxjerrë gjëra të tjera që fliten në dhomën e Erofimit, duke lënë të nënkuptohet se produksioni e imponon për situata të ndryshme në shtëpi. Kjo ngjarje ka ndezur polemika në rrjet, me shumë djegës që e kritikojnë produksionin për lejimin e këtyre skenave dhe reagimin e Gjestit në Prime. Për shumë të tjerë mendojnë se Gjesti duhet të thotë të vërtetën e të largohet nga loja. Megjithatë, mund të themi se tashmë marrëdhëniet mes Gjestit dhe produksionit nuk janë më si më parë, dhe kjo mund të sjellë edhe rrezikimin e tij brenda